Faleminderit që jeni të pranishëm këtë event të organizuar nga organizata Shqiptaria dhe Artist për Artist në ekspozitën e artit pamor, njëkohësisht të gëzuar dhe urime ditëlinja e kryeheroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ne tash 3 vite radhazi së bashku edhe me mbështetjen e korporatës Kryziv kemi bërë këtë aktivitet kulturor në kujtim të kujtesës historike, në kujtim të kryeheroit ton, për të rritë kujtesën historike të popullit ton për madhështinë e kryeheroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në kuadër të festimit të datëlindjes janë organizuar disa aktivitete, do të thotë në fillim ne patëm do të thotë nderimet pranë shtatorës së kryeheroit në ora 9 mëngjesit, në ora 10 bëhet nisja nga Lezhë pas omazheve në vend prehjen e kryeheroit kombëtar, të cilët grupe të veteranëve të UÇK-s, entuziast, aktivist, shoqata të ndryshme nga Shqipëria tashmë vetëm janë nisur me ardhmë të marrin pjesë në këtë event. Nga ora 1, siç e shihni, kemi hap ekspozitën e artit pamor, ekspozitën e hapur, ku artist nga të gjitha trevat ekspozojnë punimet e tyre artistike në organizimin e Artistëve për Artist, dhe në orën e 4 të pasditës, në ora 16, do fillojmë me koncertin festiv në nder të kryeheroit ton kombëtar. Aktivitetet kanë qenë të shumta, sepse kemi edhe grupet e arbreshve të ftuar nga ne si organizator, të cilët e kanë një agjendë bukur të ngjeshur. Ata ishin edhe në vizitë në metropolinë e Prishtinës, tash janë në muzeun etnografik, dhe në ora 3 pritet që së bashku me grupe tjera artistike edhe të bojnë defilimin në sheshin Nën Tereza dhe në sheshin Gjergj Kastrioti. Kjo është përafërsisht do thotë aktivitetet e përmbledhura për nder të kryeheroit. Besojmë që çdo vit kjo fest do të madhështohet dhe të ringjallet edhe festa e Shën Gjergjit, që ky popull do thotë me shekuj e ka festu dhe ka trashëgu në kujtim të kryeheroit ton kombëtar. Po ashtu, falenderojna shumë medjave për prezencën, është sen për neve shumë bukur ku ju i transmetoni organizimet tona. Në organizatën Shqiptaria jemi bashkëpunim për shumë evenimente, për shumë organizime, kemi edhe Nën Terezën, normal Skënderbeun veç është më tradicionale. Ju mundë me pa dhe vetë seriozitetin e artistëve që kanë dashur në mënyra të ndryshme me shpreh kryeheroin ton, jo vetëm si luftar, po edhe si filozof, edhe si mendimtar, edhe si unifikues, që edhe është unifikues i kombit ton, është identiteti i kombit ton. Kështu që ju vetëm ju falenderoj gjithë për pjesëmarrje edhe faleminderit juve edhe një herë. Po, si shpeshini këtu ka artista prej gjitha viseve, do më thënë ka prej Maqedonisë, Luginës, Malit, Zi, Albanisë, Maqedonisë edhe Kosovës. Do më thënë një Shqipënie. Edhe çdo vjet është i rritë numri i prezantuesve të veprave të Skënderbeut. Ne kemi historikisht artistat të mëdhenj shqiptar si Ibrahim Kodraj, si Gjelosh Gjoka, si shumë artista tjerë e kanë pas identitetin me minimum nga një Skënderbeg, një artist i joni duhet me pas, është pjesë i identitetit tonë. Këtu më vjen mirë shumë për pjesëmarrjen e njerëzve, edhe vizitor, kështu që nuk po kam çka më shtu më shumë, veç